Demokracia fundja kjo është e drejta e secilit për të zgjedhur kauzën që do, për thirrur publikun në protest. Nga ana tjetër, siç e shihni, unë jam në punë, qeveria është në punë, bashkë me partnerët ndërkombëtar jemi në detyrë për të garantuar që qytetarët shqiptar janë më të sigurt. Ky ka qenë qëndrimi i ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri për protestën e opozitës, ndërkohë që përballë se listë e qeverisë protestohej, Tahiri ka pritur në zyrën e tij për më shumë se një orë drejtorin e përgjithshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Christian Danielson. Në përfundim të takimit, ministri garantoi diplomatin e lartë evropian për vendosmërinë e qeverisë për luftë kundër krimit dhe korrupsionit. E garantova drejtorin e zgjerimit për angazhimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Policisë së Shtetit në kuadër të luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, si dhe për vullnetin ton për të mos u ndalur për asnjë çast përballë cilës do vështirësi. Nga ana e tij, Danielson nuk doli nga thënia kornize çdo diplomati evropian që viziton Tiranën se lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit është kërkesë thelbësore për integrimin dhe sfidë për Shqipërinë. It has also been important in view of the report that we will deliver next week. Ky takim ka qenë i rëndësishëm edhe për raportin që ne do të dorëzojmë javën që vjen. Dhe natyrisht kjo ka të bëjë me vazhdimsinë për qëndrueshmërinë e punës dhe luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe natyrisht edhe për reformën në drejtësi. Dhe kjo i përket dhe fazës së diskutimeve që do të bëhen nëpërmjet shteteve anëtare në muajin qershor. Për sa i përket statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, besojmë se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit janë kërkesa thelbësore për progresin e Shqipërisë në integrimin e saj në Bashkimin Evropian.